Finalizoi operacioni policor I koduar shëtitësi zbardhje një sër vjedhjesh dhe vion puna për zbardhjen dhe dokumentimin e disa rasteve të tjera. Vite në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti në teritorin e bashkisë Simar. Identifikohet dhe kapet në pranga një 37 vjeçar nga Kruja. Vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë dhe identifikimin e kapjen e autorëve, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Simar, pas një pune intensive hetimore, grumbullimit të provave, administrimit të pamjeve filmike dhe kryerjes së veprimeve të shumta proceduriale në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, në kuadër të operacionit policor të koduar shëtitësi bën të mundur identifikimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasit 37 vjeçar banues në Fushkruj. Ky shtetas dyshohet si autori I vjedhjeve të ndodhura gjatë periudhës janar-qershor 2026 në zona Dërmi, Qeparo, Kuç dhe Imar. Nga hetimet ka rezultuar se ai ka vjedhur në banesa, dyqane, markete dhe objekte kulti shumë aparazhe dhe sende me vlerë në këtë zona të bashkisë Simar. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë hetimet intensive për dokumentimin ligjor dhe të disa vjedhjeve të tjera të kryera gjatë kësaj periudhe, për të cilat 37 vjeçari dyshohet si autor. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.